إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Të vërtet lavdërime dhe falënderimet I takojnë vetëm Allahut. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Jemi tek pejgamberi parafundit, jemi tek pejgamberi Isa alayhi salam. Dhe kjo është pjesa e tretë e ligjëratës për historinë apo për ngjarjen e Isës alayhi salam. Isa alayhi salam llogaritet një ndër asketet më të mëdhenj të kësaj dhunjaje. Asket apo që shoh gjuhën arabe zahid është ai I cili e kujton vetëm botën e ardhshme, vetëm botën tjetër, nuk mendon shumë për këtë botë. Isa alayhi salam nuk ishte shtëpi. Ka flajt aty ku ka mund. Ku e ka zanata që aty ka flajt? A paramëno? O ka I dërguar I Allahut. Ka qenë pejgamber. U shehe me atë që e gjente. Pra s'kishte një vend strehim të caktum ku ka najt edhe ka flajt çdo herë. S'ka pas shtëpi. Isa alayhis salam I këshillonte me fjalë të mira havarionët, shokët e tina, ndihmëtarët e tina, edhe popullin përgjithësi. I këshillonte për besim. I këshillonte me Jesu Allahun subhanahu wa taala dhe I thirrte njerëzit në rrugën e Musaut alayhi salam, Davudit e Sulejmanit alayhi salam. E thirrte popullin që me ndjek rrugën e tyre. Isa alayhi salam ka thonë se nuk ka mundësi me një zemër të jenë së bashku dashuria ndaj kësaj bote dhe dashuria për ahiretin. Ashtu sikur se nuk ka mundësi që të rinë bashk uji me zjarmin. Kështu ka thonë Isa alayhi salam. Që ashtu që s'mujnë mu bashku, s'mujnë me najtë me një ven uji edhe zjarmi, që ashtu s'mujnë mu bashku këto dy dashuri. Dashuria për këtë botë dhe dashuria për botën tjetër. Ka thonë Isa alayhi salam se kush kërkon dunjan është sikur sa ai që e pin ujin e detit, që është I krypshëm. A di që kur ta pish ujin e detit, ti çtohet etja më shumë, se ti tu pi ujë me kryp. Çështo është dunjaja. Sa më shumë që ta pish ujin e dunjas, më shumë çtohet etja për me ngajt dhe për me vrapu pas dunjas. Një njeri kishte vjedh në kohën e Isës alayhis salam, dhe Isa alayhis salam peshet që është duke vjedh, dhe I thot ti ke vjedh. Jo thot pashallah, thot unë s'kam vjedh. Isa alayhis salam I thot unë po besoj Allahun, edhe po I përgënjeshtroj sytë e mi, se nuk të kom pa. Nga bindja e madhe se njeriu nuk ka mundësi të betohet në Allahun rajshëm. Sa për njerëzve betohen rajshëm, vallahi billahi arran. E merr betimin Zotin, vallahi billahi si loj. Sa për njerëzve Zotin e bojnë loj në gjuhën e vet. Tu ka thënë vallahi billahi për këta, vallahi billahi për ata. Është edhe mu betu, nuk është mirë shpesh herë. Vetëm në rastet e caktuara, në rastet e veçanta, jo vallahi billahi. Se nuk është e preferuar. Njeriu mund të më hidhë në gjuna. Mund të më hinë gjuna dhe më hidhru Allahun subhanahu wa taala.
Shpeshherë ai thoshte, lum ai njeri që çan kur e kujton mëkatin e vet. E ruan gjuhën e tina dhe mjaftohet në shtëpinë e tina. I lum ai person i cili çan për mëkatin e vet. E ka bën mëkatin dhe ndjen pendes për mëkatin që e ka bën. Ndjen keqardhje për mëkatin që e ka bën. Se kjo është imani, është e besimit. Njeriu që është me iman kur të bën mëkat, nuk e ndjen veten mirë. Me njerë, këshirë mu pëndu të Allahu subhanu wa ta'ala, mi kërku fali Allahu subhanu wa ta'ala, me pendes. E prej kushteve të pendimit është, edhe që me qajt për mëkatin që ka e ke basë. Kjo është shenjë sinceritetit, kjo është shenjë se ti për një me je i pendum, për një me ti i të ndi keqarje për mëkatin që ka e ke kryja. A ju ka thonë shokëve të tina, ju them të vërtetën, dashuria e dunjas është esenca e çdo mëkati, ndërsa pasuria është helmi i madh. Ai kanë pyet Isan alayhis salam, Isaun, se cili është helmi i pasurisë? Ka thonë i pasuri nuk mund të shpëtojë nga vetpëlqimi dhe nga mendje madhësia. Pra shumë zor është, më kon i pasën, edhe me shpëtu prej vetpëlqimit edhe prej mendje madhësisë. Se njeri kur bëje parë, i do këtë vetja se që unë jam i meqëm, unë e kumrija, i do këtë vetja mendje madhë. E kjo është sprovë, Allahu na rujt. E i kanë thonë, po nëse shpëton prej vetpëlqimit edhe prej mendje madhësisë, atëherë preokupimi ti me dunjan e pengon nga përkujtimi i Allahut. Sa ata të cilët kanë pasuni shumë, normal se se njeri këshir me dufishu pasurinë, i ka bonimi, këshirë mi bot 2.000, i ka boni 1 milion, do mi bot 2 milion. E për thotë, nëse shpëton prej vetpëlqimit dhe prej mendje madhësisë, zërë që ka me shpëtu, prej, dhe më thonë, zërë që shpëton, edhe mu bo prej atyre, që nuk haron me përkujtu Allahun subhanu wa ta'ala, se njeri kur të gajë mas dunjas, mas punës dunja, pare, e haron ka pak edhe Allahun subhanu wa ta'ala. Prandaj, me mirë është mesataria, as i pasën shumë, as i varfër shumë, mesataria është me mirë. Se i pasëri, llogaritet më shumë se sa i varfëri, s'ka pasëri, s'ka për shka mu llogarit, ama për pasëni jo. Ndërsa i pasëri, ka mu llogarit për pasërijen, që ka fitu, që ka hargjua. A ju ka ndimu fare fisit, a ju ka ndimu atër të cilët janë nevoj, a ju ka në koprat për të mira që ja ka dhënë Allahu. Pra për të pasërin, për pasanikin, ka llogari më shumë. Isa alayhis salam vazhdonte që me thirr benu Israilet, mi thirr në Islam, mi thirr në tauhid. U sillte argumente dhe fakte të ndryshme që e vërtetojnë profecinë e tina, që e vërtetojnë pejgamberllokun e tina. Mirë, po megjithatë shumica e popullit vazhdonin me kundërshtu Isën alayhis salam. Madje e provokon dhe dëshiruan që me vrau Isën alayhis salam, përveç një grupi që janë quajtur Havariyin, apo Havarionët, ndihmëtarët apo shokët e sinqertë të Isës alayhis salam, të cilët ishin me të çdo herë, e ndihmonin dhe e përhapnin fjalën e Allahut, ishin shumë të sinqertë. Allahu ka thënë në Kur'an, kur Isa i vuri re mosbesimin e tyre, tha kush janë ndihmuesit e mi në rrugt të Allahut? Kush janë ata të cilët kanë më ndihmuar mua në misionin tim? Në rrugën e davetit, në rrugën e thirrjes. Nxënësit e tij Havarionët i përgjigjen, ne jemi thënë ndihmëtarët e fesë. Ne e besojmë Allahun e ti, sa dëshmo se ne jemi nështruar atina. Dëshmo se ne jemi nështruar Allahut subhanu wa ta'ala. Isai e po mosbesimin e kufrin atyre, në të cilin ishin benu Israilet, andaj i thiri Havarionët dhe kërkoj që të jenë ata që do ta vazhdojnë misionin e Isës alayhis salam dhe që do të thrasin për tek Allahu subhanu wa ta'ala. Nga se populli ben Israileve nuk donin të udhëzoheshin në të vërtetën, ata i kishin ndryshuar shkrimet e Tevratit, e mohonin Isën alayhis salam, madje bashkëpunonin me romakët edhe kërkonin prej tyre që me vrojë Isën alayhis salam, pejgamberin që Allahu e dërgoi tek ata si thirrës që mi nxjerr prej errësirës, mi nxjerr në dritë.
Këta nxënës të Isës alayhis salam havarionët i përmend Kurani dhe vërtet kanë qenë besnik të tina. Allahu nuk i lë të dërguarit e tij pa ndihmtar, siç e kemi parë te Musa alayhis salam, ku Allahu e çoi një familjar të Firaunit për të ndihmuar Musa alayhis salam. Ashtu siç çoi ndihmtar Hazrat Muhamedi alayhis salam, e çoi Abu Bakrin, Omerin, Uthmanin, Aliun dhe shumë sahabit e tjerë që i ndihmuan Muhamedit alayhis salam në thirrje dhe në Islam, në përhapjen e Islamit. Thotë se numri i havarionëve, i ndihmëtarëve të Isës alayhis salam ishte 12. Isa alayhis salam ishte pejgamberi i fundit i Beno Israilëve. Se Allahu ka dërguar disa pejgamber tek Beno Israil, tek Israelitët, e pejgamberi i fundit tek Izraelitët, tek Beno Israilët ishte Isa alayhis salam. Ai kishte mbajtur një fjalim popullit të tina dhe mes të tjerash i kishte përgëzuar për një të dërguar që të vinte pas Isës alayhis salam, për Muhamedit alayhis salam. Isa alayhis salam i kishte paralajmëruar popullatën se ka marrë një pejgamber pas meje. Madje këta ka thënë Allahu në Kur'an. Kujto kur thot Allahu se kujto thot kur Isa i biri Mariamës tha o bijtë e Izraelit, un jam i dërguar i Allahut tek ju për t'ju vërtetuar Tevratin e shpallur para meje. Se Allah ja kishte shpall para Isës alayhis salam, ja kishte shpall Tevratin kujna Musa alayhis salam. Edhe për t'ju sjell lajmin e gëzuarshëm për një të dërguar, emri i të cilit është Ahmed. Dihet se Muhamedi alayhis salam ka pasur disa emra, ka pasur emrin Muhammad, e ka pasur emrin Ahmed, e ka pasur emrin Mahmud, që këtë këto e kanë i kuptim, që do thotë i lavdëruar. Ka qenë i lavdëruar Muhamedi alayhis salam. Thot, emri i të cilit është Ahmed, që do vi pas meje. Por kur ai u solli atyre shenjat të qarta, ata thanë, kjo është një magji e hapur. Sigur këtë pejgambert e Allahut, popullata i ka akuzuar se këto janë magjistar, këto janë duke bën magji, këto janë duke bën sihr. Isa alayhis salam e paralajmëroi popullin e tij për pejgamberin e fundit dhe u tregoi edhe emrin. Po kur u erdhi ai i bekuar, me qenë se ishte arab dhe jo nga izraelitët, e kundërshtuan dhe e refuzuan Beno Israil të Muhamedit alayhis salam. Se nuk ishte prej arabëve, se nuk ishte prej Beno Israilëve Muhamedi alayhis salam, Beno Israilët kur ardhi Muhamedi alayhis salam që i dërguar me Zotit kur e pruni Allahu subhanahu wa taala në mesin e arabëve, nuk e pranuan. Pse? Nuk ishte prej popullit të tyre. Njëra prej ngjarjeve shumë të rëndësishme dhe të veçanta që ka ndodhur në jetën e Isës alayhis salam është edhe zbritja e një sofre prej qiellit. Zbritja e një sofre me ushqim prej qiellit. Këtë ngjarje Allahu na cek në surën Maide. Madje sura Maide është surja e sofrës, se Maide do të thotë sofra. Allahu na ka cek në surën Maide se Isa alayhis salam i urdhëroi shokët e tij që ma agjëru 30 ditë. Agjëru 30 ditë për hir të Allahut. Edhe pasi që i plotësuan këto 30 ditë agjërimi, tha luteni Allahun çfarë të doni, se Allahu ju përgjigjet. Allahu ka m'ia dhënë ata çka jeni duke kërkuar ju. Pasi i plotësuan 30 ditë, kërkuan nga Isa alayhis salam që ta lutte Allahun që Allahu m'ia zbrit një sofër prej qiellit, një sofër me ushqim. Edhe kur ja banën këtë kërkesë, Isa alayhis salam nuk i ardhi mirë. Çfarë kërkesë janë duke bërë këto? Që Allahu këtyre m'ju zbrit një sofër prej qiellit, një sofër me ushqim. Pastaj thot, zbrite kjo sofër, pastaj të jetë një lloj feste për ne. A kena agjëruar 30 ditë. Pelotin, zbrite sofra që kjo të jetë si bajram për neve. Kena agjëruar 30 ditë që të kena me hangër dhe me pi. Thot me hangër drekën e bajramit. E thot, ne do të jemi dëshmitar se ajo sofër është një argument nga Allahu që tregon vërtet se ti je pejgamber. Thot lutë Allahu që më zbrit sofra, se kjo është argument për pejgamberllokun ton, për profecinë tonë. E thuhet se kjo sofër ka zbrit ditën e diell. A e si diu ka thonë, ka zbritur në ditën e diell, pastaj këtë ditë kanë bërë fest. Edhe sot e kësaj dite, sikur na që kena xhuman muslimant, të krishterët e kanë të dilën si fest. Isa alayhis salam kur e dëgjoi kërkesën e tyre, i këshilloi ata duke i thonë,
keni frikë Allahut, e dini se çfarë jeni duke kërku. Ai e urreu këtë kërkesë. Nuk jarë mirë se këtë kërkesë që e banën Isa a.s. për me lutë Allahun që Allahu më ju zbrit sofër. Isa a.s. i thot mjaftoni me të mirat që ja u ka dhënë Allahu, me begati që ja u ka dhënë Allahu. Thot a mos doni me vepru si populli i Salihut a.s. kur kërkuan argument shtesë, kur kërkuan e kena treguar ngjarjen e Salihut a.s. kur kërkuan që me dal deve prej gurit, edhe dul devja, mirë pa ato prap nuk e pranuan të vërtetën. Dhe pja u përmend tash Isa a.s. A mos po doni mu bosi populli Salihut a.s. që Allahu më japru argumentin edhe ju me hu argumentin dhe Allahu më shkatru juve? Kështu po thot Isa a.s. Isa a.s. kishte frikë se nëse Allahu kam ja u dërgu këtë sofër, kam ja u zbrit këtë sofër prej qiellit, ata nuk do të jenë falendërues dhe mirënjohës ndaj Allahut. Siç e kërkon Allahu subhanahu wa taala, andaj u thot se kjo ka më konë ndam të tyre dhe s'ka më konë dobi të tyre. E pasi që e pa këmbgullin e tyre, hyre në faltore dhe e lutë Allahun subhanahu wa taala, i ngriti durt që Allahu me zbrit një sofër prej qiellit. Allahu e pranoi kërkesën e të dashurit e tina, të pejgamberit e tina, Isa a.s. por i paralajmëron. Thot, nëse dikush prej tyre pastaj e mohon atë argument, le ta di se do e dënoj me një dënim që nuk e dënoj askan. Kështu pikërston Allahu subhanahu wa taala, unë ja u zbriti sofrën. Mirë po kush e mohon argumentin e Allahut, asa kanë me pas një dënim shumë të dhëmshëm. Do të kenë një dënim shumë të madh. Mund të jetë dënimi i dunjas, e mund të jetë dënimi i botës tjetër që është më i rëndë dhe më i rrezikshëm, dënimi i xhenemit, Allahu na ruaj. Me kaq Allahu e përfundon tregimin e sofrës duke mos tregu se çka ka ndodhur pastaj. Shumica e izraelitëve apo beno Israilëve se kishin besuar Isa alayhi salam. Me gjitha argumentet dhe mrekullitë që Allahu ja kishte pru Isa alayhi salam, me gjitha ato mucize që Allahu ja kishte dhënë Isa alayhi salam. Madje ato jo që se besuan, i banën kurtha i banën Isa alayhi salam dhe shpionuan tek ushtria bizantine, e cila ishte sundimtare në atë kohë. Pasi disa nga populli e kishin spionu Isa alayhi salam, dhe ata ishin nisë për me kap Isa alayhi salam dhe me gozhdu. Ai u informuan nga Allahu për atë kurth, i mlodhi shokët e tij në havarionët, në mes të tjerave u thot, ka ardhur koha që çobani mu largu prej delave. Sonte kam një kërkesë për juve, të luteni tërë natën për mua, që Allahu të ma shtoj jetën. Isa alayhis salam e ceka se ka qenë zahid, ka qenë asket, se ka pas gale dunjan. Mirë po, e ka pas për qëllim që Allahu mja zgjat jetën që me përfundu misionin e tina, me përfundu pejgamberllokun e tina, që me jetu më gjatë dhe me thirr njerëzit në islam më shumë. Kështu për këtë qëllim e ka pas Isa alayhis salam kur i ka thonë lut në Allahun që Allahu me më zgjat jetën edhe mos më vrata mua. Posa filluan që havarionët që më lut, ata i zinë të gjumi, dhe kështu ndodhte të disa herë, i zinë të gjumi. Derisa e shohin se atë natë ishin rrethuar nga ushtria, ata i kishte përgjuar dikush dhe i ka spionuar. Isa alayhis salam u kthej shokëve të tij dhe u thot, kush prej juve do të marr pamjen time të vritet në vendin tim, e do të bëhet më i afërt tek unë në xhenet. Ngrihet më i riu prej tyre, dhe thot unë, nuk Isa alayhis salam fillim s'po do më marr se më i rive. Po qoftë për zdyti, po qoftë ky pra më i ri thot unë. Për streti herë, po thot kush ka me një shtratin tim, edhe mu bon vendin tim, që unë me shpëtua, po qoftë ky rive dhe unë. Thot prap unë, edhe mo për merë këta Isa alayhis salam, për pranon këta. Ushtria bizantine të prirë nga disa spion, arrin që më fut në shtëpinë e tyre, por Isa alayhis salam tashmë ishte ngrit lart. E kishte ngrit Allahu subhanahu wa taala lart. Ndërsa ata ushtarët e kapin djaloshin që kishte pranuar që mi ngjasu Isa alayhis salam dhe të jetën vendin e tyre, ata e gozhduan atë. Të bindur se ata kanë vrarë Isa alayhis salam. Por në fakt Allahu kishte ngrit në qiell Isa alayhis salam. Allahu i madhruar na tregon se çfarë bëri me të dashurin e tina, çfarë bëri me Isa alayhis salam. O Isa, un po të marr ty lart, po të ngrej në qiell,
dhe po të shpëtoj nga sheri dhe nga kurthet e armiqve, të dushmanëve. Thu se qëllimi me këtë vdekje është qëllimi që do të ndodhë më vonë. Kur të zbresë Isa alayhis salam, si shenjë e kiametit, dihet se zbritja e Isës alayhis salam është prej 10 shenjave më të mëdha të kiametit, që kur dalin më këto shenja të mëdha, atëherë kiameti është afër. Ata thanë se e kemi vrarë Isain, të birin e Mërjemës, por e vërtet ata se nuk e kanë vrarë. Nuk e kanë gozhdu. Po ashtu është duk atyre. Kështu edhe ka thënë Allahu në Kur'an, e për fjalët e tyre se ne kemi mbitur Isaun, të birin e Mërjemës, të dërguarin e Allahut, por ata as nuk e mbytën, po Allahu as nuk e kryzuan. Po ashtu është duk atyre. Kjo është fjala e Allahut dhe kjo fjala e Allahut është garanci se ata nuk e kanë vrarë, as nuk e kanë ngoshtu, po Allahu e ka ngrit në qiell Isën alayhis salam. Kur Isa alayhis salam ngrit në qiell, thuhet se ishte në moshën 33 vjeçare. E havarionët, ndihmëtarët e Isës alayhis salam, pas kësaj u shpërndana për tokë. Dhe nuk guxonin ta shfaqnin besimin e tyre. Deri sa pas 300 vitesh, kur krishterimi bëhet fe zyrtare e perandorisë romake. Por më pas 300 vjetëve, krishterimi u bë fe zyrtare. Ibn Jauzi thotë se historianët thonë se që nga koha e Ademit alayhis salam, kur e ka zbritur Allahu nga xheneti në tokë, edhe deri te ngritja e Isës alayhis salam në qiell, janë 5532 vite. Edhe pse për këto nuk ka argumente të sakta dhe argumente precize. Sipas transmetimeve të ndryshme nga pejgamberi alayhis salam, se Isa alayhis salam ishte një burr zeshkan, as i bardh as i zi, as i gjatë as i shkurt, me krahoror të gjerë, me flokë të gjatë e të shtrirë, i krejor mirë. Ka qenë i krejor mirë Isa alayhis salam, sikur se njeriu kur dale prej banjës që shkrej, ato është i kret, që ashtu ka qenë gjithar Isa alayhis salam. Ata që pasuan Isën alayhis salam vazhduan të jenë në rrugën e drejtë, por më vonë edhe ata u përçan. Dhe disa thanë se ai është Zot. U përçajtën ata që i besuan Isës alayhis salam. Dhe thanë se Zoti zbriti në tokë, qëndroi sa qëndroi, pastaj Allahu e mori në qiell. Disa të tjerë thanë se ai është i biri i Zotit, e disa të tjerë folën për Trinitetin, Zoti, i biri i Tij dhe Shpirti i Shejt. Natyrisht edhe më herët shumë prej tyre thanë se ai është bir i moralitetit. I thanë Isës alayhis salam se ishte kopel. Se Isa alayhis salam kishte rinë pa baba. Kështu kishte qenë dëshira Allahu subhanahu wa taala. Edhe kështu ishin shpifjet e shpiftarëve. Kështu ishin shpifjet e zullumtarëve. Ibn Kathiri në tefsirin e tij i përmend 3 grupet e para, 3 fraksionet e para të hershme të krishterë, të njohura si Jakubi, Meleki edhe Nestori. Këto janë 3 fraksionet e para. Pastaj do dalin sa jo me 10, po ndoshta edhe me 100 fraksione që kanë të krishterët. Disa thanë se ajo është rob dhe i dërguari i Allahut, disa thanë se është i biri i Zotit, patën mendime të ndryshme. Ibn Kathiri thotë se mbreti romakëve Konstantini, i cili e ka ndërtu qytetin e Konstantinopojës, qytetin e Stambollit, të boj priftrin nga e gjithë mbretëria e tina, i të boj 2000 diçka priftrin. Në një të bim të madh, i thiri për me bisedu rreth realitetit të Isaut alayhis salam. Se kush ishte ai, çka ishte ai? E nuk kanë mujt mu marrë vesh për kundërshtimeve që i kanë pas ndërmjet tyre. Derisa në fund mbreti mori vendimin e 308 vetave apo priftave ku thanë se Isau alayhis salam është i biri i Zotit. I mbledhi 2000 diçka priftërin, ku pastaj prej kundërshtimeve të shumta që i kishin, atë mbreti e mor mendimin, Konstantini mbreti e mor mendimin e këtyre 308 priftërime që thanë, që shpifën se Isa alayhis salam është i biri i Zotit. Ata që e kanë kundërshtu këtë mendim, edhe pse ishin shumica dërmuese, i kanë nxorë jashtë. Ndërsa që ata që u pajtuan me këtë mendim, mbreti ka afru afër vetit.
Ata priftërin shtuan dhe paksuan gjëra nga Injili, kanë hek sejnë për Injilit, kanë shti sejnë të reja, veç mi apo qefin mbrejtit. Pastaj, ai e ndërtoi kishën në Betlehem, në vendin ku ka lindur Isa alayhis salam, që gjendet edhe sot. Thuhet se numri kishave ka arrit në 12.000. E kjo ngjarje ka ndodhur në vitin 325 të lindjes së Isa alayhis salam, para më 300 vjet para masi që ka lindur Isa alayhis salam, pasi që e ka pru Allahu në dunja, ja ka shpall profecinë, ka bë pejgamber mas 300 vjetëve. Hajt të mbledh me priftat se çka është puna e Isa alayhis salam mas 300 vjetëve. Mas 300 vjetë duke shpif për Isa alayhis salam, duke shpif për Allahu subhanahu wa taala se ka fëmijë. Kjo është akuza më e rëndë që i bëhet Allahu subhanahu wa taala. Kush e lexon për historinë të krishterëve, kupton se nuk ka fe e cila, kjo është feja e cila ka mas shumë të mos pajtime në mes fraksioneve. Ka shumë fraksione, ka shumë mos pajtime. Si rezultat i këtyre kundërshtimeve të mëdha, sa ata janë të ndarë në shumë fraksione, ku përmëra secili fraksionin tjetër e shpallë si besimtar. E shpallë si renegat. Shumë prej sendve që i ka bëjë Isa alayhis salam të krishterët i kanë lënë, nuk i kanë bërë veprimet e Isaut alayhis salam. Sa i përket formës së namazit, Isa alayhis salam lexonte nga Injili, ashtu siç vepronin edhe pejgamberët tjerë, lexonin në namaz prej Tevratit, prej Injilit, prej Zeburit, ndërsa të krishterët sotshëm nuk lexojnë prej Injilit. Lexojnë prej vargjeve që i kanë shënuar paria e tyre, priftërit e tyre, duke i përcjell me muzikë dhe me instrumente muzikore. Çish ka bëjnë të krishterët? Isa alayhis salam është bërë sunet, sikur se edhe pejgamberët e tjerë, dhe ka urdhëruar mu bë sunet, ndërsa krishterët nuk bën sunet. Isa alayhis salam e ka bërë haram mishin e derit, ndërsa krishterët tash e hajnë mishin e derit dhe nuk e konsiderojnë haram. Isa alayhis salam kur në jetën e tij nuk ka pirë alkool, kur në jetën e tij nuk ka pirë verë. Ashtu siç nuk kanë pirë edhe pejgamberët e tjerë, ndërsa krishterët sot e lejojnë verën edhe pinë verë, që është kundërshtim me Isa alayhis salam. Janë disa shkaqe të devijimit të krishterëve prej rrugës së Allahut, prej fesë së vërtetë. Devijimi të krishterëve prej tauhidit, prej njohshmërisë së Allahut. Më kryesore është persekutimi. Në atë kohë mbreti i ka persekutuar shumë. I kanë dhënu besimtarët. A dihet se njeriu kur është i dhënuar, sabri ka kufinin e vet. Ban sabër pak, 1 vjet, 2 vjet, një kohë caktuar, hum sabri. Një gjë e tillë ka ndodhur edhe me pasuesit e Isa alayhis salam pas ngritjes së Isaut alayhis salam, siç na mëson historia, madje këtë të vërtetë nuk e mohojnë as të krishterët. Kjo dhunë dhe ky kështajtim filloi me nxitjen e çifotëve për me vrarë Isa alayhis salam, që e ceka më herët. Por nuk i arritën dot sepse ata shpëtoi Allahu subhanahu wa taala. Por vazhduan, s'mujtën me bëkurrë Isa alayhis salam, vazhduan me pasuesit e Isa alayhis salam. Pastaj kjo dhunë u përcjell edhe nga pushteti i atëhershëm. Perandëria romake për më shumë se 2 shekuj, deri tek mbreti Konstantin, i cili u përpoq që mi bashku të krishterët, pasi që e kishin pranuar krishterimin. Aq i persekutonin pasuesit e Isaut alayhis salam, saqë mjaftonte që dikush më akuzu si krishter dhe më njëherë ekzekutonin, më njëherë vranin. Aq shumë i kanë persekutuar dhe i kanë vrarë, saqë mishin e njerëzve që i kanë vrarë, ja u kanë hudhë qenve që janë të uritur. I kanë limë vaj njerëzit dhe i kanë vrarë, i kanë djeg. Kjo është e para. Shkaku tjetër që ka qenë për devijimin e të krishterëve është humbja e Unxhilit ose zhdukja e tina, si rezultati i dhunës së madhe që e kanë pas, humbi edhe Injili origjinal. Dhe sot e kësaj dite Injili origjinal nuk ekziston. Ka versione të shumta të Biblës, apo të Injilit, ka versione të shumta, ku asnjëna s'u përputhet me tjetrin. Versionet më kryesore të Unjilit janë Unjili i Mateut, i Markut, i Lukës edhe i Gjonit.
Këto janë 4 kryesore, pse ka shumë. Asnjëna s'përputhet me tjetrën. Ka versione të shumta të Biblës. Ndërsa Kurani disa versione ka, asnjë version. Kurani është një. Që 1400 vjet, asnjë shkronjë nuk i është ndryshuar. Asnjë shkronjë vetë, mos po foli fjalë, s'po foli fjali, s'po foli ajete apo sure. Asnjë shkronjë vetë nuk ka ndryshuar që 1400 vjet. Prej kur Allahu e ka shpall Kur'anin. Kjo është argument se fjala e Allahut, Kur'ani është e vërtetë. Kjo është argument se Bibla atyre që e kanë ndryshuar, e kanë falsifikuar, nuk është e vërtetë. Asnjëna s'përputhet me tjetrën. Kjo është argument shumë i fortë për kotësinë e besimit të tyre, për të pavërtetën e tyre. Kjo është argument shumë i fortë. Paramendo që 1400 vjet, brez pas brezi ruhet Kurani. Është rujt në mendjet e njerëzve. Allah e ka rujt Kuranin përmes hafizave të Kuranit, që i memorizojnë këtë Kuranin, 6236 ajete, 104 sure Kurani ka, ndërsa ka njerëz që e memorizojnë tër Kuranin. Madje ka dhe fëmijë që e memorizojnë tër Kuranin, e mësojnë prej fillimit deri në fund. Dhe s'kan kundërshtime në mes vete. Jo, kjo është kështu, kjo është kështu. Kurani është i njëjtë. I pa ndryshuar prej kohës kur Allah e ka zbrit, Kurani e ka zbrit Muhamedit alayhis salam dhe umatit e Muhamedit alayhis salam. Shkaku tjetër i devijimit të krishterëve është paraqitja e palit, që i thonë Shën Pali. Shën Pali apo Pali, ky ka qenë çifot, ka qenë jahudi. Ky e ka njoft shumë mirë fenë e hebrejve. Më pas kur u shfaq Isa alayhis salam, e kundërshtoi dhe luftoi shumë Isa alayhis salam. E pas ngritjes së Isa alayhis salam në qiell, ai pretendoi se kinse ka planuar krishtërimin dhe arriti mu bë figura kryesore e të krishterëve, para prej një njeriu që e lufton Isa alayhis salam, asnjë u bë kishte Jahudi, hebrej ka qenë. Dhe thuhet se ky ka qenë i pari që ka thënë se Zoti ka birë, se Isa alayhis salam është biri i Zotit. Ka qenë Jahudi, ka qenë ky person. Ky që ka bërë shpifjen më të madhe ndaj Allahut subhanahu wa taala, ndaj Isa alayhis salam. Ai ndikoi edhe në aspektin e besimit, duke ndryshuar shumë gjëra dhe duke futur shumë elemente që s'janë, duke futur elemente të paganizmit. Besohet se ky është i pari që ka filluar me hynjozu Isa alayhis salam për një njeriu, për një të dërguarit të Allahut, me thonë që ky është Zot. Kështu u themelua ajo që njihet sot si krishtërimi zyrtar, edhe pse pati shumë mospajtime nga grupet e ndryshme të krishterët asaj kohe rreth një teologjie të tillë. E katërta, edhe fundi që të ta përmendim është ndërhyrja e perandorit Konstantin. Pra paramendo, perandori ka ndërhyrë në fe. Perandori ka ndërhyrë në fejnë Allahut. Atë ka shti dorën, kanë hekë që kanë desht, kanë shtu shka kanë desht. Faktor tjetër i rëndësishëm është edhe ndërhyrja perandorit Konstantin. Ati i takon merita për ndorin në dhunën, se dhunën e kanal, që i kanë dhunua. Mirë po në anën tjetër, ai anoi se mendimi se Isa alayhis salam është i biri i Zotit, duhet mallkuar dhe kish trajtuar të gjithë ata që e kundërshtojnë këta. Kush e ka kundërshtuar këta se Isa alayhis salam nuk është i biri i Zotit? Kush e ka kundërshtuar këta? Ky mbreti Konstantin i ka kish trajtuar këta. I ka mundu këta, i ka dhunu ata. Ai konsiderohet drejt për drejt i përfshirë në ndryshimin e fesë së krishterë. Dhe këto dhe shkaqet e tjera ndikuan që feja e krishterë sot të jetë një fe tjetër nga ajo që i ka zbritur Isaut alayhis salam. Dhe kjo është gjendja të krishterëve sot. Kanë dalë prej rrugës së vërtetë, kanë dalë prej rrugës së shpëtimit, kanë dalë prej rrugës së xhenetit, se dihet se xhenet hyn vetëm ato që e besojnë Allahun dhe ditën e fundit. Në xhenet hyn vetëm ato që njësojnë Allahun, që nuk i bojnë shirk Allahut subhanahu wa taala. Elusmi Allahun që Allahu më na ruaj prej shirkut, prej kufrit, prej nifakut, hipokrizisë dhe çdo cilësie të keqe. Elus Allahun na madhron që më na fal me falën e tij të madhe, më na mëshiru me mëshirën e tij të madhe. Elus Allahun që Allahu na vao prej banorëve të xhenetit Firdaus. Elus Allahun na madhruar më na mësu me një xhenet pa hesab dhe pa llogari. Elus Allahun na madhruar
më na mbrojt prej zjarmit të xhenemit, më na mbrojt prej çdo fjale, prej çdo vepre që na çon në zjarmin të xhenemit. Elusi Allahun e madhruar që dalmi prej Ramazanit të pastër prej mëkateve. Elusi Allahun që Allahu na dhon përfundimin e mirë. Zoti ju shpërbleth për dëgjimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.